Dashi. Sot, energjia pozitive do të ndriçojë ditën tuaj, duke ju dhënë një ndjenjë rigjallëruese. Në dashuri, zemra juaj kërkon harmoni, ndaj bëni një hap drejt partnerit për të rivendosur ekuilibrat. Në punë, një mundësi e re po troket në derë, mos hezitoni ta shqyrtoni, pasi mund të sjellë ndryshime të mëdha në të ardhmen tuaj. Në aspektin financiar, do të ishte e mençur të planifikoni buxhetin tuaj me kujdes dhe të shmangni shpenzimet e tepruara. Ndërsa dita përparon, përqendrohuni në mirëqenien tuaj shpirtërore. Një moment qetësie në natyrë do të jetë balsam për shpirtin. Lejoni që vetja të përfundojë ditën me mirënjohje për të gjitha bekimet që jeta ju ka ofruar. Dhurojini vetes një buzëqeshje të sinqertë. Demi. Sot është momenti për të vënë në vend planet e tua të fshehta. Një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja në jetën sentimentale. Bëhu i hapur ndaj dialogut dhe mos hezito të tregosh ndjenjat e tua. Në punë, një detaj i vogël mund të bëjë diferencën, ndaj kushto vëmendje detajeve. Një koleg mund të ketë nevojë për ndihmë dhe bashkëpunimi do të shpërblehet në të ardhmen. Financat duken stabil, por shmang shpenzimet e panevojshme. Një blerje spontane nuk është e këshillueshme sot. Kërko rehati në aktivitetet e thjeshta dhe meditohu. Një shëtitje në natyrë do të rigjenerojë energjitë e tua. Ndiq intuitën tënde, ajo do të të drejtojë në vendimet e duhura. Mos haro, çdo ditë është një mundësi e re. Binjakët. Një ditë e veçantë të pret plot në mundësi për të ndarë mendimet dhe emocionet me të tjerët. Nëse je në një lidhje, është koha ideale për të ndarë momente të qeta dhe të ngrohta me partnerin. Ndërsa në punë, energjia jote intensive do të të ndihmojë të përfundosh projekte të rëndësishme. Dëgjoj me vëmendje intuitën tënde, ajo do të jetë një udhërrëfyes i sigurt. Në aspektin financiar, shiko me kujdes detajet para se të marrësh vendime të rëndësishme. Shijimi i natyrës dhe aktivitetet të rehatshme do të të mbushin me qetësi shpirtërore. Kujdesu për veten, duke ushqyer mendjen dhe trupin me përkujdesje. Përqendrohu në ndjenjat e tua dhe bëj vend për pozitivitetin në zemër. Bashko momentet e vogla për të krijuar kujtime të mëdha. Daforia. Sot do të ndjeni më të ndjeshën se zakonisht dhe emocionet do t'ju udhëheqin në vendimet e vogla të ditës. Në dashuri, merrni kohë për të dëgjuar partnerin dhe për të ndarë mendimet tuaja më të thella. Nëse jeni vetëm, takimi me dikë të ri mund të ndodhë në mënyrë të papritur. Në punë, do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja krijuese. Mos nguroni të sugjeroni ide të reja që mund të sjellin përfitime të dukshme. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme dhe kurseni për të ardhmen. Është një ditë e mirë për të medituar dhe për të gjetur qetësinë brenda vetes. Merrni disa momente për të shijuar natyrën dhe për të rigjetur harmoninë e brendshme. Luani. Sot, zemra jote është plot energji dhe optimizëm. Një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja dhe të ëmbla në jetën tënde. Kujdesu për ndjenjat e partnerit dhe mos harro të dëgjosh më shumë. Në punë, një projekt i rëndësishëm mund të kërkojë vëmendjen dhe përkushtimin tënd maksimal. Bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate të shkëlqyera, ndaj mos hezito të kërkosh ndihmë. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Merr kohë për të reflektuar mbi prioritetet e tua dhe hapësirën që u jep atyre. Sot është një ditë e mirë për të vlerësuar gjithçka që ke arritur dhe për të planifikuar me dashuri të ardhmen. Virgjëresha. Sot është një ditë për të vlerësuar veten dhe për të pranuar emocionet që të shoqërojnë. Në punë mund të kesh momente ku intuita do të udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative. Mos hezito të ndash mendimet me kolegët dhe të kërkosh ndihmë kur të duhet. Në dashuri, lidhja me partnerin mund të forcohet nëse zgjedh të kaloni kohë cilësore së bashku. Një bisedë e sinqertë mund të ndriçojë rrugën drejt mirëkuptimit më të thellë. Finansat kërkojnë kujdes të veçantë, shmang shpenzimet e kota dhe përqendrohu në investime të mençura. Energjia yte sot është e qetë dhe reflekton një ndjenjë mirëqenieje të brendshme. Kujdesu për veten duke kaluar pak kohë në natyrë ose duke u marrë me aktivitete që të sjellin kënaqësi. Peshorja. Sot do të ndjeni një dëshirë të madhe për të gjetur ekuilibrin mes jetës profesionale dhe asaj personale. Në punë, përpiquni të fokusoheni në projekte që kërkojnë bashkëpunim dhe diplomaci. Energjia e juaj pozitive do të ndikojë mirë mbi kolegët tuaj, duke i frymëzuar ata të ecin me hapa të sigurt. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet impulsive, përqendrohuni tek zgjedhjet që sjellin përfitime afatgjata. Zemra juaj rreh me një ritëm harmonik, duke krijuar mundësi të reja për intimitet dhe dashuri. Nëse jeni në një lidhje, planifikoni diçka të veçantë për të bërë me partnerin tuaj. Ky gest do të thellojë lidhjen tuaj.
Reflektoni mbi vlerat tuaja dhe hapni zemrën për mundësi të reja që ju ofrohen. Akrepi. Dita e sotme sjell një energji të re dhe të çuditshme. Në sferën e dashurisë, një bisedë e sinqert mund të përmirësojë marrëdhëniet. Mos u druhoni të shprehni ndjenjat tuaja dhe të dëgjoni me kujdes atë që të tjerët kanë për të thënë. Në punë, një projekt i ri mund t'ju sfidojë, por mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur është e nevojshme. Çelësi i suksesit është bashkëpunimi dhe përshtatshmëria. Financat kërkojnë pak kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme, por mos kini frikë të investoni në diçka që besoni se ka potencial. Sot, përkushtojuni pak kohë reflektimit dhe kujdesit për veten, kjo do t'ju ndihmojë të qëndroni të qëndrueshëm emocionalisht. Energjia harmonike e çasteve do t'ju shtyjë drejt një dite të mbushur me ndjenja pozitive dhe qetësi shpirtërore. Shigjetari. Të presin mundësi të reja që do të ndriçojnë jetën tënde si një yll i ndritshëm në qiellin e natës. Në punë, inovacioni dhe kreativiteti do të jenë aleatët e tu më të mirë sot. Mos hezito të ndjekësh intuitën, pasi ajo do të çojë drejt zgjidhjeve të zgjuara. Në dashuri, merr kohë për të dëgjuar partnerin dhe për të ndarë mendimet e tua më të thella. Do të ndihesh i lidhur dhe i kuptuar më shumë se kurrë. Financat janë në një rrugë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet impulsive. Jeto në momentin e tanishëm dhe lejo që çdo frymëmarrje të mbush me paqe. Kujdesi për veten është një investim për të ardhmen, mos e neglizho këtë. Sot është dita jote për të shkëlqyer. Britsjapi. Sot dita fillon me energji të qetë dhe harmonike. Një ndjenjë e ngrohtë dhe e pasur do t'ju përshkojë gjatë gjithë paradites. Në marrëdhëniet personale mund të krijoni lidhje më të thella nëse dëgjoni me vëmendje dhe shprehni ndjenjat tuaja sinqerisht. Në punë, një projekt i ri ju jep mundësinë të tregoni aftësitë tuaja, ndaj tregohuni të guximshëm. Financat janë në fazë stabiliteti, por është mirë të planifikoni për të ardhmen. Shikoni me kujdes mundësitë që ju ofrohen dhe mos bëni shpenzime të panevojshme. Ndiqni intuitën për të zgjedhur drejtimin e duhur. Relaksohuni në mbrëmje me një aktivitet që ju sjell qetësi dhe kënaqësi. Kujdesuni për veten dhe shijoni momentet e vogla të ditës. Ujori. Sot do të ndihesh sikur hyjet janë në anën tënde, duke të dhënë energji dhe frymëzim të ri. Në dashuri mund të përballesh me një moment të vogël tensioni, por dialogu do të jetë çelësi për të kaluar çdo pengesë. Nëse ke projekte në punë, është koha të tregosh iniciativë dhe të ndjekësh idetë që ke mbajtur për vete. Financat kërkojnë kujdes, ndaj shmang shpenzimet e panevojshme dhe planifiko me mençuri. Ndërkohë, mos harro të dëgjosh zërin brenda vetes, pasi intuita jote sot është më e mbretët se zakonisht. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes dhe rigjenerimin e shpirtit. Kujto se çdo ditë sjell mundësi të reja për të mësuar dhe për të ndritur. Peshqit. Sot mund të ndjeheni veçanërisht të ndjeshëm ndaj emocioneve të tjerëve, duke ju bërë një mbështetje të çmuar për miqtë dhe familjen. Në dashuri, është koha e duhur për të dëgjuar pa ndërhyrje, duke ofruar zemrën tuaj me bujari. Në punë, angazhohuni në projekte që ju sjellin frymëzim dhe gëzim të thellë. Kjo mund të jetë dita kur idetë tuaja do të vijnë re nga ata që kanë rëndësi. Financat kërkojnë qëndrim të kujdesshëm, shmangni shpenzimet impulsive dhe mendoni 2 herë para çdo vendimi të madh. Meditoni për të gjetur qetësinë e brendshme dhe ndriçimin që kërkoni. Natyra poetike e shpirtit tuaj e bën botën një vend më të bukur, ndaj ndajeni këtë dhunti me ata që doni.